Përshëndetje të dashur miqtë e mi, e ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndaluar pak tek Mimoza Ahmeti. Nata e mbrëmshme ishte nata e parë e post Ferma VIP. Në fakt të gjithë prisnin që të shohin Arbana Osmanin, por pjesë e kësaj ferme si moderator ishte Floriani, moderatori që ka moderuar Ferma Club. Tani pyetjet janë të shumta. Tiron, pse mendon që Arbana u shkëput kaq shpejt? Ferma u mbyll në 81 ditë. Çfarë po ndodh me këtë çift dhe çfarë po ndodh me Arbanën? Okej, tani nëse ne do të flasim për energjinë që Arbana ka transmetuar gjatë kohës kur moderonte Big Brotherin dhe energjinë gjatë kohës kur Arbana moderonte Fermën ishte krejtësisht dimension tjetër. Unë e shoh Arbanën paksa të lodhur nga këto formatet, ndoshta janë formate më që nuk e ngrohin Arbanën, sepse emisionin e saj Mirëmbrëma Yje e bën me më shumë dashuri, ndoshta është brënda kornizës që Arbana do me thënë e ka të përfshirë gatimin, e ka të përfshirë kuzhinën që ajo e ka me shumë qef dhe që në fakt e ka krijuar veten që kjo gjëja ta identifikon Arbanën, do me thënë si personazh, dhe mendoj që një menaxhim i një emisionit apo një reality show siç është Ferma ka një lodhje të jashtëzakonshme dhe sidomos për një grua që në të njëjtën kohë është edhe nën, fëmijët tashmë janë më të rritur, nuk e ka luksin siç e ka patur në Big Brother, është edhe përkushtuar për shtëpinë, është edhe përkushtuar për biznesin dhe mendoj që një Ferma VIP është një rëndes psikologjike për rrugtimin e saj dhe unë me thënë të drejtën jam në mëdyshje, jam në një pikpyetje të madhe, në qoftë se Arbana Osmani do të jetë moderatore në vitin e ardhshëm në Ferm. Mendoj që do të shkëputet krejtësisht nga ky rrjet. Arbana jo që s'ka dashur të jetë në post Ferm, domethënë nuk është se ka ndonjë problem, nuk është se ka ndonjë hidhërim me produksionin, po thjesht domethënë kanë përzgjedhur që me Eduardin të shkojnë në pushime. Duhet kuptuar që dhe Arbana ka periudha të ngjeshura, Eduardi ka periudha të ngjeshura, i presin organizimet për shtatorin, shtatori vjen shumë shpejt dhe mendoj që i duhet periudhë, i duhet kohë për të ndërtuar diçka të bukur dhe për ta sjellur në fakt pranë publikut. Arbana Osmani dhe Eduardi nuk është se kanë diçka me produksionin, po thjesht kanë qenë në pushime. Tani të flasim për Mimozën. Mimoza Ahmeti foli me shumë qetësi. Në fakt, ajo nuk ishte mësuar që dikush do me thënë të shkull flokët për të, nuk ishte mësuar që ta ndalojnë në rrugë të bëjnë fotografi etj, do me thënë e kishte pritur këtë gjë me shumë dashuri. Ishte shumë e lumtur në ato mesazhet e bukura që kishte marrë, atë pozitivitetin që kishte marrë, dhe unë sinqerisht në fakt të prisja nga Mimoza, sepse Mimoza është shumë spontane dhe nuk di të luajë natyra të ndryshme, domethënë ajo di të tregojë të vërtetën ashtu siç është. Dhe pikërisht unë këtë gjë pash. Domethënë Mimoza tashmë ka arritur qëllimin e saj, ka fituar Fermën, do marrë dhe lekët, nuk shoh që do të ketë një afrimitet të jashtëzakonshëm me fermerët, do të mbajë një lloj kontakti, luftrat ishin pothuajse të njëjtat, nuk kishte paqe, nuk kishte respekt, nuk kishte dashuri nga fermerët. Kjo do të thotë që domethënë kompleta atë lojë e cila është luajtur brenda në ferm, ka ndodhur brenda në ferm, personazhet e kanë kthyer në personale dhe në personale do të vazhdon. Domethënë nuk mund të presim diçka më wow nga këtë personazh që mund të lidhen me njëri tjetrin.